A është populli bashkëpunues? Pra, s'ka spiuna sa dush? Për spiuna nuk e di, ama plakat në dritare që i kena këti shojnë. Po, spion quhet ai, njëri që më. Jo, ka shumë. Agente, agente sekrete. A gabova? Nuk janë spiuna këta njerëz që lajmërojnë? A bashkëpunoj? Jo, bashkëpunues se thash pastaj futa spiuna. Atëherë bashkëpunues, a ka bashkëpunues? Plakat që janë dritare bashkëpunojnë domethënë. Ka shumë njerëz që domethënë më njerë kur të ndodh një rast të thirrin policinë dhe i kallzojnë më njerë çka ka ndodhur. Që kjo është ndihmë shumë e madhe. Nuk janë skeptik, domethënë me shtetin ose Jo. Ka edhe asja, mo ata. Po dhe ngatrova në thash spiuna ata që spionojnë shtetin e vet në fakt realisht. Ja, bashkëpunues ishin ka. Gabim. E lanë këtë gabim unë, nuk e lëshri gabimin. Unë e lanë me hec. Gabimit e mia kam qenë me i pa, me ditë që me mojt mend. Përpara se me dalë ti pyetësor i Elenës Tina, kam dëshirë me ditë a janë dashamir apo ana dojnë austriak neve si shqiptar? Se më duket si shtet historikisht, jo më duket, po si shtet na ka ndihmuar historikisht. Pra nga Austro-Hungaria ne jemi edhe si shtet sot. Por ana dojnë si popull. Pra domethënë austriak, çfarë mendimi kanë se unë atë kancelarin e Austrisë kur e shoh në fjalime, në çdo fjalim që jep, ai jep në favor tonë të Kosovës dhe Shqipërisë. Pra shumë dashamir ndaj kombit tonë. Si popull, si janë ndaj shqiptarëve? Ka lloj, jam shumica e din që domethënë na dhe mirëpresim musafirin kur të vjen. Ajo vlen te austriak shumë, se kanë qef kur të vinë dikon muni mirë. Ama tash muj me thonë që 70% na zojnë si njerëz të mirë, edhe ata 30% tjerë pak si mategar. Si gjithmonë. Po, si gjithmonë. Edhe si në çdo vend. Po. E vërtet është.